bisedojmë me zotin Aldo Bumçi. Përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Bumçi, si e keni parë ju këtë ndërhyrje? Përshëndetje, një vit i mbarë. Faleminderit se nena me rutina është vetëm dita e parë e këtij viti, i cili siç duket do të jetë i trazuar, kështu që vlejnë më së shumti urimet, kështu që kënaqësi për këtë ndërhyrje. Si e keni parë këtë veprim të Shtetet Bashkuara të Amerikës, raport me Maduro dhe familjen e tij bashorten? Po, ky është një veprim, një vendim shumë i guximshëm, padyshim, i cili në pamje të parë duket sikur nuk respekton normat e njohura ndërkombëtare, po në fakt nuk është kështu. Vendimi lidhet me atë që është thelbi i sigurisë kombëtare të Amerikës, po dhe rajonale të Amerikës Latine. Pra ka të bëjë me sigurinë, dhe kur siguria e një vendi është pikpyetje, atëherë aktet vetëmbrojtëse, të cilat marrin forma të ndryshme, nuk është më thjesht një luftë klasike siç shohim në pushtimin rus, në agresionin rus të Ukrainës, por lufta kundër terrorizmit dhe e narkotrafikut, e cila nga presidenti Trump, po dhe administrata tjera amerikane, është barazuar me grupe terroriste, pra narkoterrorizmi, edhe për shkak të bashkëpunimit me grupe të armatosura të majta si Farku dhe ata grupe terroriste. Pra, kemi një simbiozë të drogës, karteleve drogës, me grupe të armatosura që veprojnë në shtete ndryshme të Amerikës Latine, në këtë rast me strukturat shtetërore të Venezuelës, të cilat përbëjnë një rrezik, shfaqur një rrezik të dyfisht, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke furnizuar me qindra dhe qindra ton drogë, vetë Maduro akuzohet për që ka lehtësuar, ka krijuar kushtet për transportimin e rreth 200 tonëve drogë, por sasitë janë dhe shumë të mëdha se kaq. Po të marrin parasysh kozjatin gati 2 dekada të këtyre operacioneve nga Venezuela. Ata thonë nga viti 2020 e këteja akuzojnë për komplot narkoterrorizëm. Po pra narkoterrorizëm, sepse sasia e drogës futur ka sjell krizë reale në shoqërinë amerikane nga ana e sigurisë dhe nga ana shëndetësore. Besoj qytetarët shqiptarë kanë parë pamje, jo vetëm ata që vizitojnë Amerikën, po dhe nga televizioni, të qendrave të qyteteve në Amerikë që janë kthyer si zombi, ku njerëz të droguar, të cilët nuk janë më të ndërgjegjshëm, janë tërësisht jo të vetëdijshëm, të braktisur nga familjet, braktisur dhe nga shteti, kanë mbushur rrugët dhe qendrat e qyteteve amerikane. Dhe madje u bë lajm botror që kur Xi Jinping, presidenti kinez, vizitoi Amerikën gjatë presidencës Biden, takimi ishte në Kaliforni, u bë një pastrim i qendrës qytetit nga njerëz që ishin të droguar, pastre, pra një vend demokratik, ndër më të pasurit e botës, ndërmori akte si ato të ish regjimeve që pastrojnë qytetet duke në tregulta kur kanë ngjarje dhe vizita, nga njerëz të cilët ishin një pamje filmash, qytetarë të cilët janë tërësisht braktisur pas një ndihmë. Dhe kjo është një situatë që ka ndodhur nga trafiku i drogës, fentanili, patjetër kokaina, heroina, po dhe fentanili, i cili është shumë herë më i fuqishëm se sa heroina dhe kokaina. Dhe kjo ka krijuar pra këtë problem me sigurinë në Amerikë, bashkë me drogën vinë kartelet, krimi organizuar, i cili merret me trafikun e drogës, vinë emigrantët, Venezuela që nga krijimi i kësaj autokracie, e cila bashkëpunon ngushësisht me kartelet ndërkombëtare të drogës që janë në Kolumbi, në Meksik, dhe vendos strukturat shtetërore të saj, portet dhe aeroportet, sistemin e saj, ushtrinë në veçantë. Karteli i diellit, që njihet, pra dhe Maduro akuzohet si drejtuesi i kartelit të diellit, është ushtria
Venezuelës. Pra karteli i diellit është ushtria, e cila krijon lehtësi në porte, në aeroporte, për kalimin e drogës nga Kolumbia në Venezuelë. Venezuela është vend transporti. Atëherë, kur një shtet kthehet në një simbiozë, një narkoshtet, ai pastaj nuk është më një vend ku ti ke luftë me krimin organizuar që mund të jetë i fuqishëm, ti ke një shtet tashmë që është kapur me vedije nga vullneti i drejtuesve autoritar, në këtë rast Maduro, dhe mbështetësve të tij për të përdorur drogën për të mbajtur gjallë, për të mbajtur në këmbë regjimin autoritar. Tani. Ky pra është rreziku që ofrohet Amerikës me trafikun e drogës, me krizën e madhe shëndetësore dhe sociale që ka krijuar në Amerikë, dhe këto ishin temat kryesore të fushatës. Mos harrojmë, këto kanë qenë ndër temat kryesore të fushatës, dhe rrezikun që ofrohet demokracive, shteteve në Amerikën Latine dhe Qendrore, pra Amerikë Jugore dhe Qendrore, me këtë model Maduro nuk njihet nga shumica vendeve perëndimore për shkak të manipulimit të zgjedhjeve. Dhe u njoh Gonzales si fituesi i zgjedhjeve, por ai mbijetoi me ndihmën e kujt? Të narkotrafikut dhe të një alance të ngushtë që ka krijuar me Rusinë, Kinën dhe Iranin dhe Kubën. Të cilat kanë reaguar. Megjithatë, unë do të ndalem pak te Groenlanda, sepse pas Venezuelës duket se ka një rrezik të shtruar ku Trump ka shtuar dyshimet na duhet përmbrojtje, ndërkohë kryeministria është shprehur mjaft me kërcënimet, po hapet një front tjetër, se kështu nisi edhe me Venezuelën dhe pastaj del ka ndërhyrjen. Nuk ka asnjë lidhje mes Groenlandës dhe Venezuelës, asnjë lidhje. Do them dy fjalë për Groenlandën, por në fund se është pa asnjë interes në këtë kuptim. Pra unë mendoj që është me interes trim të Venezuela për atë që ka ndodhur dhe për lidhjen që ka me Shqipërinë, sepse ka një lidhje me Shqipërinë, gjithçka që ka ndodhur në Venezuelë. Këtu kemi një diktator i cili mbasi dhunon qytetarët e tij, dhe nga Venezuela janë larguar 8 milion banor. Popullsia e Venezuelës është rreth 30 milion banor. Kemi një të katërt, më shumë se 1/4 e popullsisë është larguar nga viti 2013. Kryesisht në Shtetet e Bashkuara, por dhe vendet fshinje. Pra, një vend shumë i pasur është vendi me fushat më të mëdha naftëmbajtëse në botë, një pjesë e tyre në fakt janë me sufër, i përngjan dhe naftës tonë, e cila është e rëndë dhe kërkon përpunim shtesë dhe kosto shtesë, por është vendi me sasitë më të mëdha të naftës në botë, i cili sot është një nga eksportuesit më të vegjël për shkak të një rënimi që është bërë industrisë naftës nga shtetëzimi, nga Chavezi 20 vite më parë, 25 vite më parë. Pra një superfuqi në burime, në depozita, dhe një aktor të mërësisht i vogël në furnizimin botëror me naftë. Kemi këtë vend, i cili ka krijuar një kolaps ekonomik dhe ka detyruar mbi 25% të popullsisë të largohet në 10 vitet e fundit. Kjo i përngjan Shqipërisë. Ne kemi më shumë, ne kemi 1/3 e popullsisë larguar në 10 vitet e fundit. Kemi një vend që nuk respekton vullnetin e qytetarëve, që është soverenitet, sepse thonë ndërhyrja shkeli ligjin ndërkombëtar. Dy gjëra për të thënë këtu. Ndërhyrja në Kosovë nuk u bë me lejen e OKB-s, me lejen e Këshillit të Sigurimit. Është Këshilli i Sigurimit sipas charterit të OKB-s, i cili i jep legjitimitet ligjor ndërhyrjeve ndërkombëtare. Në Kosovë nuk ishte një vendim të Këshillit të Sigurimit, po ndërhyrja ishte e bazuar në norma tjera, që është mbrojtja e jetës dhe kundër genocidit, krimeve kundër njerëzit, e kështu me radhë. Çfarë është këtu? Tu kemi një diktator që ka dhunuar sovranitetin e brendshëm, demokracinë, vullnetin e qytetarëve, sovranitetin e brendshëm, i cili krijon një krizë rajonale dhe ndërkombëtare dhe lidhet me Rusi, Kinë dhe Iran. Atëherë ky kthehet në një rrezik jo thjesht për qytetarët e tij, por për të gjithë rajonin. Atëherë këtu kemi shembullin me Shqipërinë. Në Shqipëri kemi një autokraci. Venezuela ishte prej 40 vitesh, ka vitet 60, ka qenë demokraci, dhe u rënua me Chavezin dhe me Maduron. Patjetër erdhën fillim me zgjedhje. Chavez ka ardhur me zgjedhje, po më pastaj ndërtoi një sistem
ku shteti kontrollon të gjithçka dhe Maduro e përkeqësoi këtë. Dhe narkoshtetin. Tani, pse ka lidhje kjo me Shqipërinë? Janë artikuj dhe raporte ndërkombëtare të shkruar nga prokurori italian, nga institucione ndërkombëtare, Departamenti Amerikan i Shtetit. Dhe kjo jo nga kjo administratë, por dhe nga administratat e kaluara. Departamenti Amerikan i Shtetit prodhon çdo vit një raport mbi trafikun ndërkombëtar të drogës dhe pastrimin e të ardhurave nga krimi. Çfarë rezulton me Shqipërinë? Përveç se jemi në listën e zezë, gjatë gjithë këtyre viteve për pastrimin e të ardhurave nga krimi, Shqipëria cilësohet si bazë operacionale e krimit organizuar ndërkombëtar. Bazë operacionale, jo një hallk lokale, ku ka trafik droge që kalon Turqi, Bullgari, nga Afganistani, dhe përdor transportin, por ne nuk jemi, por jo bazë ndërkombëtare, je një nivel tërësisht tjetër në lojën në trafikun ndërkombëtar të drogës, përveç se prodhues dhe furnizues kryesor me kanabis, Shqipëria është kthyer në port kryesore hyrëse në Europë të kokainës. Këtë po e lufton SPAK-u që është investimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Një moment. Dhe ne kemi partner, do më thënë krahasimi. Na jemi partner me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po bëjmë krahasimin ku jemi ne me Venezuelan. A është Shqipëria një vend normal, si Maqedonia, që është antare e NATO-s? Po marr Maqedoninë dhe nuk po marr vende të tjera, të cilat janë dhe antarë të BE-s dhe janë shumë më të konsoliduara dhe të zhvilluara se ne. Maqedonia nuk është një vend ku prodhohet drogë dhe vend që është tjetë bazë operacionale e krimit organizuar ndërkombëtar. Nuk është Maqedonia port hyrëse, nuk është Mali i Zi, bazë operacionale e krimit, ka dhe Mali i Zi trafik droge, se ka porte. Por nuk është bazë operacionale e krimit organizuar ndërkombëtar. Nuk është port kryesore hyrëse kokainës në Europë. Dhe për krimin organizuar shqiptar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë raporte zyrtare publike, të cilat unë dhe të gjithë qytetarët mund të hymë. Dhe nga administrata e kaluar është gjë tjetër që politikisht, administrata e kaluar nuk foli për trafikun, për raportet i publikonte, kur vitet të qëndrimet nuk fliste. Tani, gjërat janë akumuluar, kemi një administratë të re, që mori detyrën në fund janarit, fillim shkurtit, dhe ka kthyer drogën dhe kartelet e drogës si objektivat kryesor që rrezikojnë sigurinë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe hapësirës perëndimore. Atëherë, ne jemi pjesë e kësaj, e këtij rrjeti ndërkombëtar. Në raporte flitet për krimin organizuar shqiptar që tashmë kontrollon nga burimi në Amerikën Latine, e blejmë direkt në burim. Kontrollojmë shitjen, lëvizjen, transportin nga portet e Venezuelës dhe vendeve tjera të Amerikës Latine, Kolumbisë, direkt në portet europiane dhe shqiptare, dhe bëjmë shpërndarjen në Europë. Dhe Nicola Gratteri, prokurori i njohur italian, i antimafjes, thotë nuk është e tepërt, as pak, që ta deklarojmë Shqipërinë një narkoshtet. Dhe sa drogë është kapur vitet e fundit në portin e Durrësit? Zero. S'ka, nuk është kapur. Asnjë kapje. Po si ka mundësi mos ketë asnjë kapje? Kur ne deklarojmë port kryesore hyrëse, si mund të jesh port kryesore hyrëse dhe mos ketë asnjë kapje? Po një vend tjetër që e shohim për ditë, në rrugët e Tiranës, në qytetet tona, në zonat Tiranë dhe zonat bregdetare. Po marr Tiranën. A i dini ju se më pak se 20%, pra bumi i ndërtimit në Shqipëri, më pak se 20% financohet nga kredi bankare dhe pjesa tjetër nuk mbulohet nga kredi bankare, nga çfarë mbulohet bumi i ndërtimit që ne shikojmë për ditë? Këtyre aktivitetet që është lishme, por këtë po e heton SPAK këtë? Këto po hetohet? Atëherë prit, të lutem, ti marrim pra me radhë, ne kemi një narkoshtet. Dhe narkoshteti, kur ndërtohet, nuk është më një krim organizuar që është më i fortë, ka më shumë lekë se sa shteti do ta luftoj, por nuk arrin. Jo, kemi simbiozën, kemi aleancën.
Dhe kur ka aleancë, nuk mund ta luftoj më askush, se duhet jetë policia, po e marrin të mirë qenë që SPAK-u ka vullnet të plot, për një moment. Se ka mbështetjen e SBA-s. Një moment, po e marrin të mirë qenë. Por kush e kap në porte? A janë organet ligjzbatuese, policia, doganat edhe në radhë. Pra dikush duhet ja referoj SPAK-ut këtë në portet shqiptare, duhet kapet droga, shërbimet inteligjente dhe kështu me radhë. Po fakti që mbi 80% e të ardhurave, pra atyre që furnizojnë industrinë e ndërtimit, nuk vinë nga kredit, është fakt publik, a shikon SPAK-u këtë. Por nuk mund të luftohet narkoshteti me një institucion. Është e pamundur. Kjo është naive, më e pakta është naive. Si mundet kesh një narkoshtet që vend dispozicion strukturat, portin e Durrësit, i cili nuk kontrollohet, por çfarë na doli nga Akshi ne? Nga skandali i fundit nga Akshi? Të dhënat tona, dhe ne jemi vend antar i NATO-s, të dhënat e NATO-s. Kush i kontrollonte? Një band. Sepse akuza e ngritur nga SPAK-u është për grup strukturuar kriminal, nuk kemi thjesht akuza për korrupsion. Grup të strukturuar kriminal, i cili kishte në dorë të gjitha të dhënat sensitive të shtetit shqiptar. Akshi ka gjithçka. Me Timsin, me pronat, me të ardhura, me gjithçka është aty. Gjithçka. Adresa. O si vend antar i NATO-s dhe meqense ju zoti Bumçi e njihni mirë këtë çështje, shiku, a duhet kishte informacion dhe ta kishte ngritur në këtë nivel? Patjetër. Dhe një pjesë besoj drejtuesit të paktën ku ka qenë zoti Visho Ejazi është bërë informimi i partnerëve dhe i organeve tjera, nuk e di nëse bëhet sot. Dyshoj shumë se bëhet, sepse emërimi në krye të shikut, të ish drejtueses të shërbimit inteligjent Kosovës, pushuar nga qeveria e Kosovës, besoj nuk është treguar si një institucioni që kryen detyrën, por një institucionit kapur, dhe nuk ka në një narkoshtet institucionet pavarura që emërohen nga kryeministri, pra ta lim naivitetin, por kush lidhe Shqipërisë me Venezuelën? Ne nuk jemi një vend kufitar me Kolumbinë, por lajmet për shqiptar në burgjet e Amerikës Latine, shqiptar të vrarë dhe kontrollin e trafikut drogës nga burimi deri në Europë është lajm publik. Ne jemi një vend antar i NATO-s, ne jemi një vend i vogël dhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përpara 2 vitesh, e dini çfarë deklaronte për krimin organizuar shqiptar? Është, po përdor fjalën anglisht, ta përkthej edhe shqip, oversized, i mbifuqishëm. Është sikur një boksier i peshës së lehtë, Shqipëria është as 2 milion banor, të godas me forcën e një boksierit peshës së rëndë. Nga i vjen kjo forcë? Pse është mbi peshë, i mbifuqishëm krimi organizuar shqiptar? Se ka një shtet mbrapa. Kjo është çfarë e lidh Shqipërinë me Venezuelën. Një sistem autokrat që nuk zhvillon zgjedhje të lira, që ka bërë një aleancë me trafikun e drogës, por ne jemi në zemër të Europës, ne jemi në NATO. Nga aspekti i rrezikshmërisë, kjo është shumë e madhe. Dhe prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo administratë, jo e kaluara, jo administrata e kaluar, kjo administratë, në çdo deklaratë saj, në lidhje me Shqipërinë në këto 11 muaj, ka luftën kundër drogës kryefjalë. Nuk e kishte administrata e kaluar, dhe po ilustroj me shembullin e fundit dhe po ju le dhe ju mundësi. Një pyetje. Patjetër keni drejt. Ne patëm urimin për pavarësinë. Pavarësia e vendit është ditëlindja e vendit. Dhe është një urim formal, nuk ka kritika. Për herë të parë, në ato urim që zakonisht është një urim formal, kemi nga presidenti i Amerikës dhe nga sekretari i shtetit, të dy në urimin e tyre, deklaratën e tyre, përfshin luftën kundër karteleve të drogës dhe atyre që bashkëpunojnë me to. A ka akuzë më të rëndë për narkoshtetin se kjo? Po çfarë nevoje ka? Po në urimin për Kosovën, po në urimin për Maqedoninë, a e kemi një paralajmërim tillë? Nuk e kemi.
Atëherë duhet kuptojmë se ku ka degraduar shteti shqiptar me Edi Ramën. Nuk ka në Europë një narkoshtet tjetër. Çfarë tjetër duhet shikojmë më shumë ne? Çfarë tjetër? Çfarë shembull tjetër ne për ta përmbledhur, ju zoti Bumçi, bëni pjesë tek ata politikanë që vërtet mendojnë se Dea do të vi këtu, siç ja bëri Maduro, do t'i vëri prangat Edi Ramës si person i përfshirë me drogën? Jo, nuk ka nevojë të atëherë. Nuk ka nevojë që të ketë forca speciale amerikane. Jo, kjo nuk ka nevojë, ne jemi në mes Europës. Këtu mjafton që Shtetet e Bashkuara të mbajnë këtë presion. Pra ndryshe nga administrata e kaluar që mbylli syt, kur u mbush Shqipëria me drogë, dhe thonin publikisht, nuk e kemi prioritet, se janë drogat të lehta, por infrastruktura e drogave të lehta u kthye në infrastrukturë për drogat e rënda, dhe ata nuk deklaronin asgjë, nuk mbanin asnjë qëndrim. Kjo administrat e ka objektiv. Dhe kur në urimin për pavarësinë thonë duhet luftohet trafiku i drogës dhe atyre që bashkëpunojnë me to, kush bashkëpunon me to? Unë dhe ju bashkëpunojnë? Apo ato që i japin portin e Durrësit ku s'kapet asgjë? Ku lejojnë pastrimin masiv? Çfarë deklaronte vitin që kaloi një nga The Times, ishte më duket, një nga gazetat më të mëdha britanike, droga e Londrës furnizon, po financon Dubain e Tiranës, ndërtimin e kullave në Tiranë. Dubain e Tiranës. Po kështu e kanë mediat gjermane, spanjolle. Flasin për trafikun e drogës nga Amerika Latine në Spanjë dhe në Europë, përmendet mafia shqiptare, asnjë mafia tjetër, mafia shqiptare me emër. Prokurorët italian kanë ardhur masivisht, kanë ardhur, ju e pat në hetimin që ndodhi mbas zgjedhjeve. Urdhat e arrestit kishin ardhur 2-3 muaj para zgjedhjeve. Ekzekutimi i tyre nga Spaku ndodhi mbas zgjedhjeve. Sepse duhet bënin vota për Edi Ramën në Durrës. Dhe kandidat pa njohur duhet merrnin 20.000 vota. Pa aty në atë takim në Spak besoj mbani mend, kishte më shumë prokuror italian të antimafjes se prokuror shqiptar. Pra vëmendja është kthyer, ka një administrat amerikane që e shef narkotrafikun, bashkëpunimin e strukturave shtetërore si një kërcënim. Europa po e rikthen ajo vëmendjen për herë dhe më shumë, dhe tashmë i takon dhe qytetarëve shqiptarë të ngrihen, për të kërkuar që ky të jetë një vend normal, si Kosova, si Maqedonia, nuk po them si vende tjera europiane, si Kosova, dhe edhe një fjalë për Groenlandën, po kjo nuk ka fuqi, po thjesht për ta sqaruar. E kaluam, po unë do të kem sërish në ditët e vijim, se mbyllet me kaq kjo çështje e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Groenlanda ka qenë ka një status veçantë. Është pjesë po themi e Danimarkës, por është pothuajse sovrane, sepse ka bërë referendum dhe ka dalë nga BE-ja. Vendi i parë që ka dalë nga Bashkimi Evropian ka qenë Groenlanda. Dhe nga pjesë e Danimarkës, si pjesë e BE-s, në vitin 79-80, ka mbajtur një referendum dhe doli nga BE-ja. Dhe nuk është sot në Bashkimin Evropian, edhe pse është si pjesë, por është tërësisht si një vend i pavarur, fal një referendumi. Pra vendet mund të bëjnë referendume dhe të vendosin për fatin e tyre. Dhe Bumçi, unë të falenderoj që më bashkove sot, edhe pse nuk i them të gjitha, po sigurisht që unë e thash edhe në fillim kjo nuk është një çështje që mbyllet këtu, apo që erdhi si një... Ky është një lajm shumë i mirë për shqiptarët, për gjithë ata që duan të jetojnë në një vend normal, që t'i dëgjohet zërit, të mbrohen të drejtat, dhe fëmijët e tyre mos kenë si modele njerëz të cilët nuk punojnë, nuk studiojnë, dhe i shikojmë me makinat shtrenjta me lekë, më thuaj cili është modeli për rinin shqiptare, apo shikojmë ne në shkolla që janë shtuar aktet e dhunës, përdorimi i dhunës nga të rinjt. Po cili është modeli për këto të rinj? A është që të studioni dhe të keni një punë, apo bëni një shtëpi bari në droge në Spanjë, në Britani? Merrni me drogë, sepse po lodheni, studioni, punoni për rroga tulta. Jo, Rama ofron një model tjetër. Ky është shkatrimi dhe kalbi i një shoqërie që i ka bërë Edi Rama Shqipërisë. Dhe është lajm i mirë që Shtetet e Bashkuara kanë ndryshuar, tash na takon ne. Na takon ne të marrim përgjegjësi për vendin tonë.
Faleminderit, zoti Bumçi, shihemi sërish. Faleminderit për mundësinë. Nëjsi.